Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi këtë të martë në emisionin e përjavshëm në Kuvend me materiale dedikuara ndryshe që kanë bëjmë me reportazhe, me dosiere, kam thënë shpesh herë, do sillim gjëra që janë nga arkiva, ashtu si edhe ngjarje që ndodhin, sidomos kur kemi bëjmë me show, kemi bëjmë me përvjetor, me gjëra të bukura, domethënë që vijnë pak më fluide për ekranin e Akrolis TV. Çfarë kam zgjedhur së radhe? Unë kam punuar me një kryetar bashkie që nuk pati fatin e mirë, jetoj shkurt, shumë shkurt, për fatin e keq të tij, por ama la vepra për komunitetin në Rrëshen. Prime Toma, një nga kryetarët e bashkive ikonik të kësaj zone. I kam bërë një reportazh, një tip dokumentari, është rreth 50 minuta, kam qenë në kudo ku ai ka dhënë kontribute. Qoftë në menaxhimin e pushtetit vendor në komunën e Kthellës, po ashtu si trajner, një trajner më të mirë të ekipit voleybollit, që ishte ekip legjendëm për voleybollin e femrave të Mirditës pas Hakia Lili, dhe pasaj si drejtues i bashkisë Rrëshenit. Du të them një gjë të vërtetë, ai e gjeti bashkinë e Rrëshenit të mbushur me kafshë që vinin nga ana e anës, me lulishe të shkatruara, pa estetik, pas gjë, dhe vuri dorë dhe e bëri në mënyrë komunitare, ka shumë rëndësi, në mënyrë komunitare. Dhe bëri një nga qytetet më model sa i përket edhe estetikës, edhe pastrimit dhe gjithçka tjetër. E kam sjell në një plan shumë dimensional profilin e Prime Tomës, dhe pse jo, do doja thoya që të rinjt sidomos du të marrin këto modele që kanë shërbyer mirë dhe kanë ditë me shërbyer dhe kanë ditë me qenë në marrëdhënie të mira dhe në marrëdhënie, si thush, bashkëpunimi ndërinstitucional me qeverisin qendrore. Jo për herë vetëm duhet mu anku, por problemi është se si ti, si drejtues i një bashkie, ti arrin që ta bësh dhe kundërshtarin tënd ta bësh që të involvohet për të sjell investime dhe për të ndihmuar. Prime Toma ishte nga këta, i cili punonte pa filtra me këdo dhe e bënte aq mirë detyrën e kryetarit të bashkisë si një sportist artist. Ndiqni dokumentarin për Prime Toma. Ka fshatra krahina që në epokat ndryshme krijojnë një simbiozë të fortë të çuditshme me individin. Mbasi jemi mësuar t'i pikasim këto ndërlidhni tek njerëzit e shquar për gishte pushk, duke harruar se lidhet tilla marrin emër dhe prej urtakëve mençarve. Njerëzit e veçantë kështu hynë në histori, edhe pa kuptuar, pa e patur qëllim, sepse lënë emrin dinjitar në vendin e tyre mod pas modi. Kështu kanë ngjarë me Prengën, birin e kullës trepot të Tomave në kryet për latit. Këtu lindja i mori mësimet e paraardhësve, u frymëzua nga historitë e këtij vendi të veçantë i lirë arbror me luftare prirës prelate gjenerale të kohëve të ndritura, për të mëkuar nga urtaket qendrësar që nuk i munguan këtij trullit bekuar e kësaj kulle në mode e shepujt. Do të shtektojmë në këtë reportazh pikërisht me birin e këtyre anëve në këtë përvjetor të parë të ndarjes nga jeta, por që ende askush nuk e beson se nuk është më midis nesh. Kjo kull dhe vetë për lati duket sikur nuk kanë kuptim pa e patur aty Prengën, birin unik të tyre. Oshtim daullësh e akapelësh të moshme që lajmëronin linjën e një djali nga dy prindët mrekullueshëm si Pjetër dhe Mara Toma. Ai erdhi në jetë si djali i parë i familjes pas linjës së modës të madhe. Marijes duke sjell gëzim të papërshkruar në familje, siç ndodhe zakonisht me familjet e mëdha dhe patriarkale. Si fëmia më i madh i gjinisë mashkullore, atë e pakzuan me emrin e gjyshit të tij Preng. Nëna e tij Mara ishte bie e familjes së njohur të Gjon Mark Gjerzhit, në përshqesh një burr i mençur dhe me zënë Mirdit. Mara ishte një grua zonjë e zgjuar mikpritse dhe punëtore. Për një periudhë kohe punoi si kuzhiniere në kooperativën bujqësore të Përlatit, duke gëzuar respektin e mbar militorëve, por dhe të ardhur të shumë nga rrethet e tjera që u ushqyen nga dora e saj. Pjetri, babai i Prengës, ishte një burr i rezervuar në fjalë dhe me karakter të fortë, me arsim dhe edukim të spikatur për kohën, kishte mbaruar gjimnazin mbretëror të Tiranës dhe zotronte rrjedhshëm 2 gjuhë të huaja, italisht dhe frëngjisht. Për një periudhë kohë punoi si mësues në disa shkolla të Mirditës dhe me krijimin e kooperativës bujqësore të Përlatit si drejtues, llogaritar dhe kryetar i kooperativës. Pjetri ishte ndër intelektualit dhe mësuesit e parë që në kohën e Ndres Nugjoves. Ai shpërndau kulturë e dije nëpër shkolla, duke dhënë kontributin e tij në edukimin e brezave të asaj kohe. Fatkeqësisht, si shpërblim për këtë influencë në arsim dhe mendim pavarur, regjimi komunist në vitin 1981 e shpalli armik i popullit në bazë të nenit agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor.
Me dëshmitar të rrem, emri i Pjetër Tomës shënohet në listën e personave me rrezikshmëri të lartë, pasi akuzohej si agent i UDB-s jugoslave. Të gjitha këto masa represive ndaj të Atit patën ndikim në jetën dhe veprimtarinë e mëvonshme të Prengës dhe gjithë familjes së tij, por pa i gjunjëzuar dot, gjithmonë në kërkim të dritës në fund tunelit, në kërkim të dijes dhe përparimit. Preng Toma që i vogël shquhej si fëmijë meditativ, me intuitë e zgjuarësi të spikatur, ndaj dhe dëshira prindërve të tij ishte që ai të shkollohej sa më mirë. Përmes sakrificash dhe mundimesh të panumërta, mbaroi shkollën fillore dhe atë 7 vjeçare në fshatin e Lindjes me rezultate të shkëlqyera për të vazhduar e mbaruar të mesmen për fiskulturën e Durrës me rezultate maksimale. Për pak kohë punon si mësues në gjuhë shkollë dhe pse shumë i ri në moshë, la respekt të thellë tek banorët e fanit. Dëshira dhe etja për dije ju konkretizuan me ndjekjen e studimeve në Institutin e Lartë Fiskulturë Vojo Kushti në Tiranë, ku krahas studimeve u shqua dhe si aktivist dhe student tepër i shkatët në drejtimin e veprimtarive shoqërore, virtyt i atribuar figurës së tij nga shkolla fillore. Fakultetin e përfundon me rezultate të larta. Kthehet në Mjedit dhe emërohet mësues në shkollën e mesme të Përlatit. Këtu pasioni mori ullën e duhur. Me plot kuptimin e fjalës, Mjeditës i kishte ardhur një mësues ndryshe në edukimin fizik. Arriti të krijonte një kompleks sportiv model, më të bukur në rreth. Gjumët e tij janë pashlyeshme sot e asaj dite për kolektivin e mësuesve dhe nxënësve. Punonte forte me metoda shkencore në nënën e edukimit fizik, por dhe ishte energjizues për kolektivin përmes hokave të tij të panumërta. Pikërisht, kur po ndjente kënaqësinë e punës së tij në linje, i ndodhi e papritur që tronditi i rënd jo vetëm Prengën, por një herë mirë gjithë themelet e familjes Toma. Babai i tij ishte shpallur armik i popullit përmes sajesave absurde. Prenga si natyrë ishte njëri tetë i përfshirë në çdo situatë që prekte atë apo njerëzit e tij. Shqetësoi pa mas, nuk i duronte padrejtësitë. Stampa e përsekutimit dhe izolimit nga gjithë fshati dhe nga kushdo, kishte rënë si fantazm i gjithë njerëzit e kullës hieran. Prenga ishte i vetëdijshëm për situatën të mërshme që i priste dhe personalisht e dinte që si mësues do të shihej me sy tjetër. Kishim frikë të shkojmë tek njëri tjetri dhe njerëzit ishin detyruar të na largoshin, rrethejnë ata. Nuk na takonin, nuk hynin dhe dilnin. E kishin ndaluar të lëvizin me transport publik si gjithë tjerë nga Përlati për Mbërshën apo Gjet. Dhe sa herë lindet nevoja, rruga bëhej në këmbë por në destinacionin e radhës. Dënimi që u bë babait të Prengës ka qenë goditja e dytë në kohën e komunizmit që u bë familjes Toma, pas të parit shtëpisë Llash Toma në vitin 1949, i cili u dënuar me 20 vjet burg politik. Diskriminimi dhe armiqësia ndaj familjes arriti deri aty saqë nëna e tij Mara u largua nga mensa kooperative si kuzhiniere dhe u dërguar të punonte në kooperativë. Motrës së tij të vogël Albinës ndodh se kishte mbaruar shkollën e mesme në Përlat dhe ishte dalluar si një ndër nxënësit më të mira. Në fillim ju mohua dhe e drejta për të ndjekur shkollën e lartë, duke dërguar në shkollë bujqësore për 3 vite me radhë pas shkollës së mesme. Të gjitha këto masa represive bën që pakënaqësitë ndaj regjimit të shtoshin, por njëkohësisht shumëfishoi dhe sensin e qenurit më të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Por si thot populli ndodh që pas një nate gjatë me tufan të nesër në mëngjes do të vijë ndonjë rrezë drite, sa do zvet jetë ajo. Vitet kaluan dhe regjimi po jetonte momentet e fundit. Prenga filloi dhe studimet pas universitare në Tiranë, të cilat i përfundoi me rezultate shumë të mira. Po ashtu siç ishte i gatuar Prenga, arritjet e tij të njëpasnjëshme personale dhe profesionale nuk e gëzonin aq sa gëzonte mirëqenia dhe sukseset e motrave dhe vëllezërve të tij, për cilët përkushtoi aq shumë dhe me dashurinë më të madhe. Pas të mundimit pashoq, ai dhe familja arritën atë që donin më shumë dhe për të motrën Albinën, duke i siguruar të drejtën e studimit për matematikë fizik në Universitetin e Shkodrës, e drejtë kjo që ishte mohuar gjatë periudhës së përsekucionit. Shqetësimet dhe përkufimet familjare në rinjën e tij kishin bërë që Prenga të maturohej para kohës. Kjo ka disa avantazhe e veta, por sigurisht vjen edhe me disa përfitime. Marrja e përgjegjësive në moshë të re dhe aftësia për t'i menaxhuar me durim e kishin përgatitur Prengën për të qenë bashkëshorti dhe babai model për fëmijët dhe bashkëshorten e tij, një infermierën e talentuar me shpirt human Gjelinën. Jetët e tyre bashkëshortore u lidhen në tetor të vitit 1984 në Përlat me një ceremoni modeste për shkak kushte të vështira të kohës, por me një gëzim të madh për lumturinë që sjell në çdo familje krijimi i një qifti të ri. Në korrik të vitit 1987 gëzimi i qiftit, por jo vetëm, do të merrte për mas tjetër. Në këtë familje erdhi në jetë fëmia i parë, vajza e parë, cilës Prenga ja vendosi emrin Aurela. Ela, siç e thrasim gjithë, u kthye në burim gëzimi jo vetëm për shtëpinë e madhe të Tomave, por veçanërisht për babain e saj Prengën, i cili siç thuhet në anët tona, lindte kokën për të. Me një ngjashmëri fizike dhe karakteriale deri në identikit me teatrin, Ela do të bëhej shoqja e tij e ngushtë dhe një nga këshilluesit më të mirë. Sot Ela punon në një nga institucionet më të rëndësishme të shtetit, specialiste në Komisionin e Prokurimit Publik dhe pedagoge e jashtme në Fakultetin Juridik në Universitetin e Durrësit. 2 vite më pas në shtator të vitit 1989 do vinte në jetë Eduardi, fëmia i dytë,
dhe djali i vetëm i familjes. Sot gjërat kanë ndryshuar dhe gjinia e familjes është absolutisht e parëndësishme. 3 dekada më parë lindja një fëmijë mashkull kishte mjaft rëndësi për familjet e ndatë kohës. U gëzuan të gjithë pa masë për ardhmën në jetë të Edit dhe sigurisht si çdo prind, për fëmijën e tij ata projektuan në mendje të gjitha shpresat dhe dëshirat e munguar të tyre për t'u mundësuar fëmijëve. Edi do të ishte një djalë i mbar, shumë i dashur dhe i përkushtuar për prindit dhe 2 motra të cilat i ka pikën e tij të dobët. Me një farë diferencë në vite, kësaj familje do i shtojë gëzimi i tretë. Më 31 gusht të vitit 1997 do vinte në jetë Desara, fëmia më i vogël i familjes. Në kontekstin historik, Desara lindi në një periudhë trazirash dhe pasigurie për vendin, por me sa duket ishte një augur i mirë për mbarvajtjen më vonshme të familjes. Duke qenë se 2 fëmijët e parë u rritën dhe diferenca viteve bënte punën e saj, Sara do të bëjë qetësimin e tij në shtëpi pas një dite të ngarkuar me punë dhe plot peripecira. Ishte e vogla familjes, por dhe krenaria e tyre për shkak se ishte fëmijë shumë i qetë, e matur si dhe shkëlqente mësimet. U këtë fundit prenga kërkonte me ngulm nga fëmijët e tij. Sara sot është studente ekselente në arkitekturë në New York, në Amerikë. Shkolla e përlatit përkundruar kullës krenare të tomave mund të konsiderohet si qendra e gravitetit të jetës së prengës si nxënës dhe mësues, pasi këtu mbrojt me dituri dhe mëkua me bekimin e përlatazëve për punën që bënte me fëmijët e tyre si diellënës. Prengtoma do të mbahet mend për metodologjinë e të dhënit mësim duke e bërë edukimin fizik pjesë të fortë jo vetëm fizike, por dhe shpirtërore të fëmijëve të përlatit. Ai u kthye në një model për këndin sportiv dhe mënyra shkencore që përdorte një lëndë që jo pak herë konsiderohet si e dorës dytë. Është mësuesi që e përmbysi këtë koncept jo vetëm për latë, por në gjithë mirëditën. Në vitin 2009, përlati nxënës e mësues kremtuar me krenari 100 vjetorin e hapjes shkollës së parë, por natyrisht kullës tomave u takonte shumë fish ky gëzim e krenari një herë, pasi pikërisht në këtë shkollë kanë dhënë kontributin e tyre 5 mësues nga familja tona, si njerëz me dëshirën për ta shpërndarë arsimin në çdo derë përlatase. Gjë që rrite nga geni i tyre arsimdarësh të dhënë pas dijes së pavarrimit. Në fillim babai i prengës, më pas vetë prenga, e motra Albina, xhaxhai Nikollit dhe vajza Nikollit, Enkeleda kanë dhënë kontributin e tyre të spikator. Sidoqoftë mbi të gjithë mbetet babai i tij, Peter Thomas, si mësuesi unik i mirëditës, ndaj dhe vlerësimi i dhënë për 100 vjetorin e shkollës u përsoll me emocione të forta nga i biri prenga. I dorëzojmë certifikat e mirënjohjes ish mësuesit Peter Toma, njëkohësisht ftoj dhe zotin Nikol Loka që të bëjë përshëndetjen e tij, duke qenë se erdhi me pak vonë për arsye objektive, si dhe t'i dorëzoj certifikatën zotit Peter Toma. Është kënaqësi e madhe për mua t'i dorëzoj certifikatën njërit ndër mësuesit më të mirë që kanë nxjerrë mirëdita gjatë të gjitha kohrave të saj. Këtë e them mbështetur në dokumente, jo në opinionin tim personal. Atëherë ju përshëndes gjithëve, faleminderit për vlerësimin që i bëhat babës tim. Jam krenar që edhe unë bashkë me shumë pjesëtar të familjes time kam qenë një qelizë modeste në kontributin e 100 vjetorit të kësaj shkolle. Ju falenderoj gjithëve, sidomos drejtorin arsimor dhe ministrin e arsimit për vlerësimin që na bën, por të gjitha u thanë, por një gjë mos e harrojmë. Nëse duhet të metemi kaq dinjitoz sa jemi, duhet të forcojmë rolin e familjes, shkollës dhe të kishës. Kjo është pjetesa jonë, kjo është ndërsa jonë, te do të realizojmë dhe për vite tjera. Ju faleminderit. Fal pasionit që Prengtoma ka pasur gjithnjë për sportin dhe fal kualifikimit të tij akademike, pasi kishte përfunduar shkollën e mesme të industrisë sportive në Durrës dhe arsimin e lartë në Universitetin e Sportit në Tiranë, por dhe kursin pas universitar duke u specializuar në disiplinën e sportit volejboll. Të gjitha këto bën që ai krahas punës në shkollë me nxënësit në lëndë në edukimin fizik, të fillonte dhe punën me ekipin e volejbollit të vajzave minatorë në qytetin e Rrëshenit. Prenga për vite të tëra ka drejtuar si trajner ekipin legjend në një qytet që volejbolli me vajzave kishte të shenjtë si bukën e përditshme. Ishte përgjegjësi e madhe publike të ishte drejtuesi i ekipit. Ai e mori drejtimin e tij nga Jorgo Koculi e Pashviba, si pasardhës si denjë tyre duke mbajtur lart cilësinë e skuadrës, por dhe duke përvijuar një frymë të re me plot energji dhe ide inovatore në lojën e rrjetës. Nga fusha me qymyr afër spitalit e deri tek pallati i sportit me emrin e lojtares Qaj Sërviti, Ariana Arapi, spikasin gjurmët e kontributit të tij të pamata. Mjeshtria komunikimit dhe aftësitë shkencore hyn në punë edhe me ekipin e vajzave, ndaj dhe në ditët e sotme ato shprehen me vlerësimin më të lartë për të. Ai ka qenë një njeri ideal, ka qenë një njeri ideal, ka qenë një familjar i rregullt, ka qenë një mësues shumë i mirë, një trajner shumë i mirë, sa është vështirë të punoshe me 12-13 vajza siç ishim ne të kategorive të ndryshme, një ishte fejume, një ishte martume.
Pra, për mu, profesori, pavarësisht se kam pas 10 vjet kam punu koleg me ta këtu në Prelat, ka qenë një njeri i parrishëm deri sot, në gjithë trajnerat që unë kam kalu vetë si gjyrë rreth 27 vjet lojtare volejboll. Gjua që gjeta e mene, komunikimin, afrimitetin, dashamirësinë që gjeta e mene, bëri që Mirdita kishte rezultate të parritshme. Bëri atë që ne na nishin gjithë tifozat e Mirditës, na nishin për rezultateve në krye premtomen, na nishin çdo qytet të Shqipërisë. Ne ende nuk e besojmë ndarjen nga jeta të trajnerit Premtoma. Do ta kujtojmë gjithmonë si njëri me vlera dhe njëri që i dha sportit një ditë. Unë jam një ndër ato lojtare, ish lojtare të tij, që e kujtoj me shumë respekt dhe jo vetëm për vlera që transmetonte, por edhe si njeri që transmetonte mirësi te ne. Unë kam qenë lojtare në moshën 15 vjeçare me trajner Premtomen, te ekipi të rejave dhe pastaj te ekipi të rriturave. Ai nuk janë pak, janë shumë vite që e kemi pas trajner. Është njeri rrallë dhe rrallë vinë këta njerëz. Me ardhjen e Premtomës në ekip, ai solli shumë risi. Qoftë edhe te skemat që bonim lojë, sepse ai ishte një trajner që mbrojtjen e diplomës, me sa kemi kemi bisedu me të, e ka bërë me trajnerin e njohur Krishnik Tartari. Dhe ishte shumë i informuar për risit e reja në lojën e volejbollit. Se siç e dim, volejbolli ndryshoi rregullat. Edhe ka qenë pikërisht momenti që ka ardhur Premtoma që ka ndryshuar rregullat e lojës. Premtoma është ndër të rrallë Mirditas që i lexoi përfundimi i një procesi në kandidimet politike ende pa filluar etapat e fushatës politike. Si rrallë Mirditas, ai ëndronte demokracinë e vërtet, idealit të cilës i qëndroi besnik deri në fund të jetës duke punuar fort për të. Prenga ishte njëri tepër elegant, i dashur, human, mjeshtër i fjalës së komunikimit me njerëzit si dhe mjaft inteligjent. Për të gjitha këto cilësi e virtyte, nga vitin 1996 deri në vitin 2003, ai u zgjodhi në 2 mandate si kryetari i komunës Kthell. Zyra e tij ishte vazhdimisht e hapur për banorët e zonës, të cilët i priste buzë gaz dhe i përkupuar për të zgjidhur hallet dhe problemet që kishin. Tregonte se kishte kënaqësi që u po shërbente të gjithë dhe sidomos bashkëtarët e tij, të cilët i shikonte dhe i trajtonte si miq e dashamirës pa përjashtim. Sado të mundohem, unë, jo se jo, por edhe të tjerë që mahen si arkitekt të portretizimit të njerëzve në veprat e tyre monografike, nuk do t'jenë në gjendje ta japin portretin e plot natyral të Prengës. Dinamizmi me të cilin e përshkonte, shpejtësia në punë, shpejtësia në veprime, në mendime, janë ato të cilat në mënyrë krejtësisht të përcaktuar në portretin dhe profilin e tij bën që ndoshta edhe logjistika elektronike nuk do ishte në gjendje ta memorizonte dhe ta fiksonte portretin e vërtet të Prengës. Kur vjen ndryshimi i madh me përmysjen e regjimit të kaluar, Prenga shpalosi në mënyrë të përkryer të gjitha cilësitë e një njeriu të lirë, e një njeriu i cili kërkonte drejtësi, e një njeriu i cili mendonte të vendoste barazi për këtë do, për cilin do, në punë, në shoqëri, në të gjitha lidhjet që ai kishte miqësore dhe me të gjithë shokët dhe kolegët e tij. Ne, shokët e Prengës, bashkëtarët e tij, kolegët e tij, e kemi përcaktuar si armë më të fortë të Prengës atë që Prenga edhe kur të qortonte bënte shaka dhe qeshte. Edhe
kur prenga kërkonte të thonte të vërtetën, të arsyetonte të vërtetën, e ndërtonte si në prallë. Kjo mendojmë që ka qenë një ndër faktorët kryesor të suksesit të prengës në jetë. Nuk është rastësi që prenga fitoi 2 mandate si drejtuesi i komunës Kthell dhe një mandat si drejtues sekretari i bashkisë Rrëshen. Jeta dhe shpirti i tij pash pulsonte me hallet dhe me shqetësimet e secilit, nga fëmia e deri tek shekullorit, duke u ndalur qoftë edhe në rastin e operacionit të syve të një gjyshe 95 vjeçare e kupton më së miri këtë epje altruiste të tij. Unë do të përmend një rast, i cili është rast shumë human nga pranë tonë, të cilin e kam trajtuar vetëm në rastin kur kam shkuar për ngushëllime tek shtëpia, kur akoma ishte kthyer kufono në Itali. Unë ndodhesha në Greqi në vitin 2005-2006, nuk më mend tash kohën fikse, po ai ishte kryetar komune dhe shkon të vizitoj gjyshin tek shtëpia për Lacentë. Ka shkuar disa herë, qoftë ai, qoftë edhe në rrugë, të dy si drejtues pushtetit vendor. Dhe baba im, dies pas, kishte shumë respekt sepse një kryetar komune të vije jo vetëm si djalë fshati, por edhe si post i drejtuesit pushtetit vendor, vije të vizitojë gjyshin një herë muaj, një herë 2 muaj, rradh mas rradhe. Dhe në një moment e pyet gjyshin, atë gjyshe ishte pas sy, nuk shifte, se ra ato perlet si ishin moshës së vjetër. Gjyshe ishte 95 vjeçë më tepër. Dhe i thot, pse nuk shen në nërveshit, si është puna? Thot ajo, nuk shoh sepse djali im nuk më shon me më veru, si ka frikë se vdes në verim. Nuk e i duroj narkozës. Thot, për këtë punë, një garanton. Nëse Lleshi ka frikë, jam unë ai që si kryetar komune, shkoj dhe firmos tek doktori që jam dakord që nëna e Lleshit është si nëna ime dhe të operohet. Në këtë rast, duheshin një shumë lekësh për të bërë operimin në Tiranë në spital privat. Baba nuk e priste që atë moment prenga do të marrë vendimin, që të marrë gjyshen dhe ta shojë në Tiranë, as nuk kishte fare idenë e tillë. I thot, të përgatitemi për lekë dhe ta bëjmë prengë ditë tjetër. Jo, thot, përgatitjen do bëjmë kështu. Do i bijmë telefonit Paulinit. Ai do të na nisi lekë dhe ne do të shkojmë me shpenzimin naftën time. S'ka pranuar as marrë lekë naftë as makina as stacion. Ka marrë gjitha shpenzimet të transportit për të qudë dhe për të marrë. Dhe me bje telefonin. Thot, jam prengë tonë. Kur do prengë dashur? Çfarë duhet? Si është puna si? Thot, kam një nevojë, unë e mora për nevojë për prengën. Më thuaj prengën ka shumë respekt kisha për ta që po të më thoshte. Po edhe për një shumë konsiderueshëm do të them me pasati do ta ndihmosh. Dhe më thot, kam një nevojë, thot, do të na nisish 1000 euro për gjyshen tonë, që ta bëjmë vetëm në Tiranë. Nëse je i mundur, po si je do e marr përsipër vetë. Jo, them jam i mundur, shkoj ke Vestër Union, 30 lekë, se është praktika aty, që për 3 minuta bëhet punë. Dhe i thash falenderoj që po bën këtë hap. E kam marrë gjyshen nga shtëpia, me atë rrugë, e kam përgatitur bagati me rrobën me gjithë. Dhe ka qenë në Tiranë. Dhe në Tiranë në të vërtetë i ka thënë doktori kjo nuk del nga operimi, nga narkoza. Dhe ky Lleshi, djali baba im domethënë, ka frikë firmos, ka thënë firmosën, ka firmosat që edhe nëse vdes gjyshe, skemi as shqetësi. Edhe ka prit 6 orë dhe është bën operimi, ka dalë gjyshe nga operimi, e ka marrë shumë në mundës të halla. Dhe ka një për drejt të halla, pra ka bën gjest që familjes tonë për të më kanë jetë shumë afër. Por ky gjest edhe kush e ngjan. Edhe sa jetoi gjyshe pastaj? Edhe gjyshe ka jetuar edhe 10 vite pastaj. Dhe ka njoftë noset që kanë ardhur në shtëpi, fëmijët, ne kishim bërë 2 dasma dhe ajo si njifte noset. Edhe shifte normale kështu. I shifte komplet pastaj. Sepse pyetja që i bani prenga është që nëna Lleshit si thotë, si duket jeta? A më mirë me sy, a kështu edhe pa sy me jetu? Ja thonë ajo më mirë një ditë shoh, se sa 300 vjet jetoj kështu pa sy. Për të qenë një arketip ndryshe i administratorit kishin ndikuar aftësitë e veçanta komunikuese tepër njerëzore, të cilat i shoqëronte me shumë batuta të këndshme në mjedise të ndryshme me bashkëbiseduese. Hokat e tij janë pa numër, por po sillen njërin prej tyre, një rast që na rrëfen, ka ndodhur për la tepër këtu e 20 e ca vite më parë. Prenga shkon për diskutuar për miratimin e kushtetutës, e cila siç dihet u miratua në atë kohë me referendum popullor. Ai u drejtohet pranishmëve me përqasjen e fabulave popullore të thukta. Kushtetuta është si nusja, po nuk buri kunor martese, nusja nuk quhet se është e martuar. Po kështu dhe kushtetuta, po nuk u miratuar, nuk blen. Njëri ndër pjesëmarrësit spontanisht drejtohet. Zoti kryetar, ti na kërkon ta miratojmë se aprovimi është si kunora për nusën, por ne në fshatin ton kemi njërin që është martuar 7 herë e asnjëherë nuk ka vënë kunor.
Një histori e tillë me nota humore do shkaktonte mjaft qeshur në sallë për shkuar natyrshëm tek bindja dhe qëllimi. Prenga kishte formuar veten me traditën dhe urtinë të parëve, por dhe këshillohej me të moshurit e familjes. Edhe kur vendosi të futin politik, ishte këshilluar me ta. Kola, që siç dëshmohet nga të gjithë e kishte si vllajën e shkuar vllajt, na rrëfen me pak fjalë këto momente. I ka thënë babës tim, Prenga, kam qenë prezent, ishë më i mëllë se Prenga, pra. Tha, bablesi tha, ti e mërë të kohës me punë politike. Që është, e ndjokë ti. Bave Gurës ka vdek 85 tash. 75 vjeç, moshën teme. Po ka padim për burgja, ashtu, nuk... Edhe, i thotë, për Prengë, thotë, njërë kush e njekë politikë. Të degerojmë më t'jem tërhek me arke shpëjet, unë për vetë nuk e di se ku do t'ishëm. Por, bën vagesi me fshit mi i venun, fare fejsi e kretë... Kretë fare fejsi. Maro, shumë e vërtet. E në jem tërhek arke shpëjet. Edhe Prenga hini në politikë, mos babës. Po baba nuk e ka njekë sa në ishë Prenga. Se ishë në privull, ashtu ishte... Por, a i pa tjetë në shkurtën për veti, Prenga, në ka dëmtu familjen e vetë, vazët e vetë, edhe kushet e vetë. Dëmtu, për momentat dëmtu, si vështë në dëmtu, ma një revolucion, dalim... Unë e kam pa te familja, unë kam shkuar kam i kam... Pas drejtimit të komunës kthehët për 2 mandate radha kushfikati si një drejtues i Zotit dhe me virtyte të larta njerëzore, Prengës u besuar nga forca politike së cili si përkiste që të kandidonte për drejtimin e bashkisë së Rrëshenit. I sapo ardhur në detyrë në krye të kësaj bashkie me një fitore të thellë, u përball me probleme të shumta që kishin nevojë për zgjidhje të shpejta. Kryesore ishte pastrimi i qytetit nga papastërtitë, heqja e objekteve pa leje nëpër qytet, largimi i kafshëve nga rrugë kryesore e qytetit, rregullimi i rrugicave nëpër lagje, asfaltimi i tyre, u hapu naza e re e qytetit nga reparti fsharak në drejtim të pulës së tjerë. Të gjitha këto u ndërmorën nga ai për t'i dhënë dinjitetin e merituar qytetit, ku po rriteshin fëmijët e tij dhe gjithë qytetarëve të tjerë. Por kjo nuk ishte pa nevojë kose që do të trazonte qetësinë e tij shpirtërore dhe familjare. Ndonse Prenga edhe në këtë drejtim ja doli si gjithnjë. Gjithashtu punua për sistemimin e rrugëve nëpër fshatra, duke u dhënë atyre një tjetër dimension si asnjëherë më parë. Mund të cilësohet si drejtuesi model në komunikim me qytetarët dhe ata u bën mbështetja kryesore e tij, shtrohej thjesht me njerëzit në mënyrën më popullore të mundshme për t'i bindur e bërë pjesë ndryshimit. Rrësheni për mua është si oborri një shtëpie private për cilën i Zoti i shtëpisë kujdeset për t'i dhënë pamjen e duhur, sepse prej aty kuptohet dhe çfarë mban konaku për brenda, shpreh ato vite. Historia me Prengtomen si kryetar bashkie fillon që në vitin 2003, ku ai sapo kishte ardhur si kryetar bashkie dhe unë për herë të parë me iniciativën dhe me dakordsitë e Prengës si specialist u futa me gjelbrimin e qytetit. Dhe në atë periudhë, me thënë të drejtën, në hardë vetëm figuroshin sipërfaqe emra Lulishit, por Lulishit nuk kishte. Të pas parasysh situatin në atë kohë që çdo gjë kishte shkuar në zero, gjithë qyteti ishte i mushur me kioska, kafshët shtëpiake, lop, derra kishin pushtuar krejt qytetin. Jo vetëm në Rrëshen, po pothuajse në të Shqipërinë. Dhe për herë të parë, bile atëherë kur kena filluar punë bashkë me Prengën, kam pas bërë dhe një artikull që filloi, bëj fjalë flas për fushën time, filloi epoka e gjelbrimit kur në qytet qytetarët vunë re që po shndroheshin gradualisht sipërfaqet ashtu qyrtja Lulishte të kthehet me të vërtetë në Lulishte. Dhe atëherë ky ka qenë synimi kryesor për të cilën unë e mbaj mend nuk e harroj kurrë, që Prengë Toma më ka një mujë zakonisht shumë punën time, sa do i Zoti, sa do të ndihesha si specialist, nuk do të kisha bën asnjë lloj gjaje pa mbështetjen e tij. Dhe kena fillu pothuajse të gjitha Lulishtet e Rrëshenit Lulishtet e Rrëshenit nga e para. I kena rrethu me ligusta, kena mjell pemë gjithanej me gjelbrim të hershëm dhe gjithëranse, kena fut dhe lloje të reja bashkohore, siç i ka edhe bota tani si çdo gjë. Dhe të gjitha sipërfaqet e Lulishteve kemi filluar nga e para.
Kryetari i Bashkisë Prengtoma në atë kohë organizonte heshtjen e inerteve nga Lulishtit, u prishin ndërtimet, paleje, kioskat e gjitha këto. Të nesëm unë me brigadën e zhvillimit vazhdoshim, hapshim kanale, hapshim gropa dhe i zëvendësoshim me pemë. Pra mrena javës një sipërfaqe të degraduar, të marruar, ne zëvendësoshim dhe ktheshim sipërfaqe gjebre. Në kohën kur filloi punë Prengtoma si kryetar bashkie, de facto në inventar ekzistoshin shumë pemë, por faktikisht ishin rreth 200 e sa pemë të vjetër nga struktura, sepse Rrusheni ka pas një traditë shumë të mirë për sa i përket zgjelbrimit dhe ka pas dhe specialistët në kohën e regjimit, ashtu, të përkushtuar dhe ka qenë bërë një punë shumë e mirë me sipërfaqet e zgjelbër. Po që patën rënë zero dhe patën me vetëm disa pemë të vjetra, cedra të mëdha dhe disa panja të egra, të tjera që janë shu komplet. Dhe që është duk. Dhe nga 200 e sa pemë që ishin në atë kohë një inventar, fal ndërhyrjes tonë, kryesisht të kryetarit bashkisë, mbështetjes atij, ne sot kemi rreth 4000 pemë dekorative, do të thonë pemë dhe shkurre dekorative, me qelbrim të hershëm edhe gjetherance me tanalloje. Në punën e tij, gjëja që më shumë i sidhe shqetësime ishte asistenca sociale, sepse siç dihet situata ekonomike sjell gjithmonë polemika dhe pakënaqësi. A di që Këshilli Bashkiak do të miratonte listat e ndihmës ekonomike për familjet nevojë, Prenga thoshe, ndihem më i zënë në vështirësi nga ata që nuk kanë dash nevojë, sesa nga të varfrit që kishin nevojë reale dhe të menjëhershme. Tregonte për natyrën e vështirë punës me cilën kishte të bënte, ku diskutoi buka e gojës së shumë njerëzve dhe sa e vështirë ishte të dilje me ballën lart e të gëzoje me aq sa ishte mundësia thuajse të gjithë, siç Prenga bëri. Ndodhte ajo që kishte thënë që në kohë vjetra Ciceroni, se kur i shtypur i kërkon të haj bukën me djath, shtypsi ja ndalon edhe bukën që të harrojë djathin. Cilësitë e tij njerëzore e bënin të ishte një kushtetar megjithëse ai nuk e preferonte as pak të term, mbështetës i të varfër dhe kur nuk donte të ishte si ai burokrati që pyeste nga zyrat e tij komode se si ishte gjendja në vend, por përpiqej ta prekte vetë realitetin derë më derë. Është zakon që për të vdekurit flitet mirë në përgjithësi dhe gjithë njerëzit përkujdesin që për çdo të vdekur flasin fjalë pa të mirë. Në fakt rastin e Prengtomës nuk është ky lloj sikleri sepse çfarë flitet për ta është njësoj sikur të ishte gjallë. Pretendoj që e kam njohur mirë Prengtomën, e kam njohur edhe si shok, si bashkëpunëtor, si epror dhe në gjitha planet pastaj prapë si shok dhe mendoj se jam jo në të pak sepse Prengtoma ishte kaq i njohur sa e njohin shumë veta dhe të gjithë kanë ditur ose kanë ndërsuar ato që ai ka pas dhe ato që ai ka dhënë si udhëheqës, si drejtues, si politikan, si dush me qytet. Ai ishte person që thamë, domethënë me gjuhën e popullit, dinte të blende vazhdimisht. Pra dinte të psikoste, të njihte psikologjinë e çdo vartë, çdo kolegu dhe dinte se si me i marr maksimumin asaj që kërkoi. Kjo ishte zotësia e Prengtomës. Pra ishte një udhëheqës i mirë, kuptimin e menaxhimit, ishte edhe një menaxher teknik i mirë, i kishte të dyja cilësitë. Duke qenë karizmatik, duke qenë i komunikueshëm, duke qenë miqësor i qeshur në çdo kohë, ai arriti domethënë që tek varësit e tij merrte maksimumin e mundshëm. E kanë vështrimin tim edhe kundrejt subjektit politik të PD-s, Prengtoma është ai që ka dhënë më shumë se sa ka marrë. Nëse i gjykojmë unë për shembull ka marrë një postë saktore nga politika, unë them që Prengtoma ka marrë shumë më pak se sa ka dhënë. Ka qenë njeriu më i votuar, ka qenë njeriu më karizmatik, ka qenë njeriu më i pëlqyeshëm nga të gjithë. Puna e tij pati rezultate shumë të mira. Prenga dha përvojën e pazakontë midis sa i përket raporteve me politikën, dhe sidomos raportet pushtet vendor me atë qendror. Nuk vunte nga kufar kompleksi dhe me çdo politikan a pushtetar të lartë dinte të merrte më të mirën për komunitetin e tij. Natyra e tij hokatare i jepte pikë në të drejtim ndaj politikan të lartë, të majt apo të djathtë, e dinin se kur vinin midit do takonin një miditas urtak e hokatar që ja vlente me i bë dy pare muhabet të këndshëm me të. Në një reportazh mbase nuk është gjithashtu me vend të vinë detaje nga momentet e fundit të jetës së një njeriu të dashur familjes. Por për një vit sakrifica e shumë njerëzve për mbajtjen në jetë Prengtomës është një shembull devocioni pazakon nga gjithë dashurët e tij të afërt. Ishte thënë që Prenga i shpëtonte vitet e vështira të rinisë së tij, i shpëtonte kësaj smundje të rënë kancerogjene, i shpëtonte pandemisë globale COVID-19 pavarësisht të rrezikshmërisë nga frekuentimi i spitaleve atë muaj.
por me sa duket vetëm jetën se mban dot me zor jetë. Me datën 22 maj 2020, Preng Toma do të mbyllë sytë për jetë në spitalin Ospedale Borgo Trento di Verona. I mirë i gjithë do të bënte rrugën e fundit për shtëpi, por këtë herë jo ashtu siç kishte ardhur. Këtë herë do të kthehej me një jetë të këputur në mes e me një dhimbje të paimagjinueshme për familjarët në radhë parë, por dhe për miqtë dhe këdo që ka njohur e dëgjuar për te. Gjirimet e para për këtë dokumentar i kemi nisur me familjen në pallatin ku kanë banuar së bashku për vite. Kanë pas aq shumë emocion në atë çast, sa nganjëherë duket sikur e harron qëllimin një produkti mediatik. Kjo ngjet me personazhe të rralla dhe me familje të rralla. Gjelina është zonja e shtëpisë. Në balkonin ku ishin mësuar t'i prisin fëmijët që nga poshtë rrugës, së bashku me bashortin, tashmë i duhet ta bëjë vetme. Kur vinë ato, hapet qielli për të. Prenga dhe Gjelina kanë qenë bashkëpunëtar jetën kuptimin e parë të fjalës, që nga rritja me shumë dashuri e 3 fëmijëve të tyre, deri te kuptimet e shumëve që kanë të fotografuar në memorien e tyre, qofshin ato në qith apo familjare, por dhe me miq. Kanë pas fatin të shëtisin dhe përshkojnë mjaft vende të Europës disa herë në Amerikë, momente të cilat i kanë dokumentuar me foto kujtime të shumta. Mbas edhe këtë momente bashortja Gjelina të po mediton aty tek parvazi i balkonit me pyetjen e belbëzuar pa përgjigje. Preng, kur do të ukthejmë sërish? Sado që mjedisin e mbushin kujtimit të përmallshëm për Prengën dhe loti është e pamundur të ndalet, ai duket sikur është aty, teksa bisedon e çmallet për të gjithë. Prenga ka lënë shenjë të fortë edhe tek miqtë e rinj. Njëri prej tyre Antoni, dhëndri i tij, profesori i jurisprudencës, që nuk e ka të lehtë me pak fjalë të bëj profilin e mikut dhe shokut të tij unik. Që në momentet e para, pasi bëm fejesën sipas traditës mjeditore, sipas zakonit mjeditës, mbaj mend që pas fejesës 2 ditë mbrapa erdhëm dhe pim një kafe me Prengën. Dhe me thot tekstualisht, a do jemi thot dhënd, a do kemi raport dhëndër vjeher, apo tha do jemi shok. Dhe unë i thash kështu, nëse do mbajmë raportin dhëndër vjeher, atëherë mua në rëshen mjërdit më ke një herë në vit. Por nëse do të arrijmë të krijojmë të shoqëri, sepse fatmirësisht unë e nihja edhe përpara Prengën, nuk kishim një shoqëri të madhe, por njiheshim. Dhe që pas asaj bisede, gjithmonë raportet me Prengën kanë qenë gjithmonë raporte shoqërore të forta, shumë të forta. Dhe në pra aq kohë sa patëm këtu ndërmjet nesh, nuk besoj që me ka thënë ndonjëherë jo, apo i kam thënë unë atij për ndonjë gjë jo. Do të thënë kuptoheshim dhe kishim sintoni totale për çdo lloj problematike. Dhe me Prengën diskutonim shumë rreth çështjeve sociale në mjedit, rreth çështjeve politike, jo vetëm për pushtetin vendor, por dhe për pushtetin qendror. Sigurisht që Prenga i mungon familjes, bashortës, vajzave, djalit, por na mungon dhe neve shumë. Jemi bindur që i mungon dhe mirëditës. Mjati janë fëmijët, nipi dhe mbesat e tij. Angela do të ishte nipi i parë i familjes i cili do të kthehej në pikën e tij dobët dhe njëkohësisht më të fortë të gjyshit. Ndoshta është e gjithë koincidencë kjo lidhje e fortë mes tyre, por Angela duket si të jetë sozia fizike dhe karakteriale e gjyshit të tij. Një ngjashmëri e cila bie në sy menjëherë me kontaktin fizik, e që thellohet më shumë kur ketë bësh me sjelljen e tij njerëzore, edhe pse vetëm 6 vjeç. Një fëmijë i dashur, inteligjent dhe i dhëmshëm, si gjysh Prenga i tij, që aq shumë e donte. Si një njeri i emancipuar dhe përparimtar, Prenga kishte një debulesë për vajzat në përgjithësi, gjë që e kishte treguar me motat e pastaj me vajzat e tij. Ela, edhe pse i duhet të mposhtë emocionet e këtij çasti, rrëfen me krenari për tatin, i cili ka qenë e do të jetë gjithnjë yndritës nga qielli për jetën e saj. Ishte bashkëshorti, prindi, gjyshi, model dhe pa modesti e them, e qytetari dhe drejtuesi model i Rrshenit dhe i Kthellës. Po ta marrë në vetë të parë, unë me babin kam pas një lidhje të jashtëzakonshme. Dhe
Ti me vërtet nuk më pëlqen ta përdor kohën e shkuar, kam pas një lidhje të jashtëzakonshme sepse babi është prezent në çdo ditë time, nga momenti që hap syt deri kur erret nata. Nuk do më mjaftoj një jetë për të qenë mirënjohës për gjithçka ai ka bërë për mua, për gjithë familjen tonë. Ai ishte, pa modesti e them, busolla ime e orientimit. Ai ishte pika ime e dobët e gjithë jetës. Shoku i ngushtë dhe udhërfyesi i gjithë ditëve të mia. Nuk mund të harroj pjesën e babit këshilltar i jashtëzakonshëm dhe shok model. Sepse së pari prindi duhet të ketë të cilësi për të kaluar të prindërimi i devotshëm. Me babin kam kujtimet e gjithë jetës, sepse praktikisht Ela dhe Prenga ishin simbios. Që në fëmijëri më ka thritur motra. Dhe kjo i kalon limitet e qenurit lidhja babe dhe vajzë, përfshin gjithë pjesën emocionale të lidhjes tonë. Nuk mund të jem më shumë mirënjohëse e Zotit. Para ardhësve të babi, dy prindërve të tij të mrekullueshëm për cilët unë jam jashtëzakonisht shkrenare, gjithë familjes së tij, familjes bërtham tonën, për vlerat dhe virtytet që babi trashëgoi dhe kalon midis nesh. Unë ndjej një krenari dyfish, tani pa modesti e them, kur njerëzit më thonë që ti je vajza e premtomës dhe rrugën e ke hapur së pari nga emri i tij. Kjo kohë pandemike i ka ndarë njerëzit për zgjallje, dhe aq më tepër kjo trishtësi shfaqet momente të tilla për vjetorësh. Megjithatë, djalin e tij Edin kemi arritur ta bëjmë pjesë bisedës me familjen dhe intervista e tij të vi përmes telefonit me një emocion të jashtëzakonshëm. Flas për babin është shumë vështirë për virtytet dhe vlerat që babi më ka trashëguar se kam dëgjuar për babin. Realisht unë kam fatin, kam privilegjin që të kem kaluar një fëmijëri shumë të lumtur, shumë të mirë, dhe jam ndër njerëzit më fatmirë që nuk kam ditë se ç'është është halli e problemit, sepse në familjen tonë, pavarësisht hallit e problemet të kohës, mundësive të kohës, babi ka qenë gjithmonë prezent, duke qenë krau i djathtë i familjes, duke bërë pamundurën që edhe halli më i madh që mund të ishte të dukte shumë i lehtë. Kujtoj shumë kujtime me babin, por një ndër to është që kujtimet që gjatë momentit që ishte që po luftonte me smunjen që kishte, mendja dhe zemra e tij ishte gjithmonë rrashëni dhe përlati. Dhe realisht donte çdo informacion që znote në rrashën, donte dinte edhe rastet e lindjes apo edhe rastet e vdekjes. Kam pas privilegjin që takoj shumë shokë dhe miq pas vdekjes babit që me thënë vërtetën shumë herë ndihen edhe jam ndjerë shumë i plotësuar, duke mos pas babin prezenca e tij ka qenë gjithmonë afër meje. Jo, realisht do të kisha dhënë gjithë fjalën, tisha gjatë, por tisha prezent. Prezent je me mamin mes nesh je, ti ke bë maksimumin për babin dhe nuk do të prish. Ka më prezent se sa ajo që ti ke bë. Sa ke bë për të dhe sa je tani me ne. E kam bërë natën më radhë. Ti je krahu i djathtë i mamit tanë, i familjes tane. Te kemi yll, te kemi jetë. Ja, kota që ka dhe që për me për ndër me pashë në antër. Edhe e pashi ku kishtë nërë në shkolla, kishtë eftu mungega, kishtë eftu me i thonë që shiko, me jeti ka ba shumë mungesa. Edhe erë të shkolla, të koj profesor mungega, dhe pasi doli jashtë, mu tha, po atë kam thamë, tha mos në dërpë në. Edhe në dërpë gjumi, po nuk i ke idenë sa i që jetë isha mos i e pasha ka ndër. Asë njëse kam po kështë mërmallë me e po me të drejten. Kujtimet vazhdojnë dhe malli është prezent në çdo njërin prej familjes, dhe sidomos kur ato lidhen me përjetimet e prengës gjatë lindjes së fëmijëve. Ardha në jetë e mbesës para Amarës do të ishte një gëzim i dyfish për të, për vetë faktin që Amara do të pagëzojë me emrin e nënës prengës Maratoma. Sigurisht që u lumturua tej masa dhe e shprehte me krenari faktin që emri i nënës tij dash do të jetëzohej tani më edhe tek mbesa e tij Amara. Ëmbëlsira e familjes më e vogël dhe gëzimi i tretë për prengën Luna Toma. Historia e emrit lidhet ngushtë me momentin e ardhes së saj në jetë dhe me bashkëjetesën e saj me gjyshprengën
edhe pse vetëm pak muaj. Luna erdhi në jetë në një kohë të vështirë për familjen, pikërisht pas operacionit të dytë kritik të prangës në Itali. Sa duket ajo u kthye në një augur të mirë, në një shenjë jetë dhe shpresë për familjen, pasi aktë para ardhes në jetë saj do të vijnë lajmet e mira se operacionet e prangës kishin dhënë rezultatin e pritur. Sipas një natë të errët e me pasiguri, ku hëna bëhet mbështjuese e udhëhyese e saj, vajza do të merrte emrin Luna, ose hënë në shqip, për të simbolizuar gjithë dritën dhe mbarsinë që ajo solli në jetën e familjes. Dhe kështu, bisedat me Zot Ul e Mall nuk kanë fund. Prenga ishte si thot populli, një njeri që ndjen dhimbje në trupin e tij, tregon se është i gjallë, por kur ndjen dhimbjen e trupit të njerëzve të tjerë, tregon se është i ri. Dhe ai i tillë ishte, ndjente dhimbjen e çdo njeri dhe përpiqej t'u lehtësonte atë. Nën Tereza dikur ka bërë një thirrje që është kthyer në mesazh botror. Paqja fillon me një buzëqeshje. Me sa duket një shenjë depërtoi tek një tjetër, sepse kur prenga buzëqeshte edhe ambienti merrte tjetër kuptim, ndrinte e frymonte mirësi. Nga parajsa, preng Toma duhet të jetë me zemrën plot, sepse iku nga kjo jetë duke lënë prapa aq shumë të mira, pas një breng apo merak, sepse edhe në një kohë kaq të shkurtër që ishte shkruar për të takzonte këtë botë, iku si një njeri i realizuar individualisht, por dhe me familjen e tij të mrekullueshëm një ditë e shumë më tej. U shofsh në paqe, mik i dashur i gjithëve, mjeshtër i butësisë dhe altruizmit njerëzor.